Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar motra dhe vëllezër, selam aleikum rahmetullahi wa barakatuh. Jemi në Minber Podcast në këto ditë të bekuara të Ramazanit për t'ju qasur një temë të cilën mendoj që jo vetëm ka nevojën e vet të hapësirës që të diskutohet, por mendoj që duhet her pas here të kthehet në vëmendjen e njerëzve të besimit. Kur flasim për çështjet e besimit, flasim për dy boshte kryesore, ajo që është vlerat edhe të jetuarit me ato vlera në jetën tonë të përditshme. Shpesh herë këto hasin një kontradiktë ose një farë forme njeriu nuk e ka të lehtë të gjejë një dakordsi mes asaj që beson dhe asaj që jeton e të gjithë të kolor të madh të jetës që ka. Megjithatë ne do ta vazhdojmë të rrugë sot për të bërë një bisedë, shpresoj të jetë e këndshme bashkë me Bahar Kaçelin, duke pasur kënaqësinë që të kem të ftuar profesor Tahir Zenel Hasanin. Profesor, mirë se vjen. Bujro. Agjerin të mbarë njëherë, edhe faleminderit që na erdhën podcastin e Minberit, se të kemi thirrë 2-3 herë dhe s'na ka ardhur, kështu që faleminderit që erdhe. Kjo desha të dalë, se kemi thirrë 2-3 herë, ndoshta ka qenë bereqeti 10 ditë që të fundit. Po, që të na vish. Që të na vish. Të them mirë si u gjeta, po më mirë po i themi Zotit faleminderit. Alhamdulillah. Faleminderit që na mundsoi këtë Ramazan. Amin. Edhe faleminderit o Zot që na e ke mundsuar në kushte dhe në mundësi të cilat jemi plotësisht të lirë dhe të mundshëm, që atë që besojmë të mundet t'i japim jetë. Drejt. Dhe i lutem Zotit që këto ibadete me të cilat specifikohet Ramazani, në të cilat Zoti ka mbjell ato sekrete dhe ato mirësi që mendja njerëzore nuk i percepton dot, dhe prandaj Zoti e specifikoi për vete dhe tha kush e agjeron Allahu xhaleshanuhu të tjetë ai shpërblyesi. Dhe është ndër rastet e ralla ku madhështia e Zotit nuk e përcakton sasinë e shpërblimit, sepse kam përshtypjen unë se është përtej forcës perceptuese të njeriut ta mas këtë. Dhe uroj që t'jemi prej Amin, profesor. Prej tyre. Dhe më vjen mirë dhe uroj veten, pse jo, dhe ju të dyve, dhe gjithë ato që na dëgjojnë, po edhe më tepër, se sa kaq që t'i marrin më të mirën, kësaj mundësie të Zotit dhe ta plotësojmë Ramazanin me hajër. Amin, profesor, faleminderit. Profesor, në një boshë të cilën kishim dëshirë ta nisim bisedën sot, edhe është muaj Begat, ne kemi disa komponentë në Ramazan që janë pothuajse vendosur në kryefjalë të muajit. Është Kurani, është shoqëria, pra nevoja për të qenë me njerëzit dhe me radhë teravita, ibadetet, është vetja jon për të kërkuar devotshmërinë. Janë një sër vlerash dhe një sër botkuptimesh, të cilat na lindin ta nisim temën kështu, të veprojmë me ato vlera që ne besojmë. Hierarkia e mendimit të kohës ku jemi ne është që njeriu ka disa bindje dhe mbas atyre bindjeve vazhdon jetën. Hierarkia fetare fton diçka tjetër, ka disa vlera, mbas atyre vlerave krijon një ide dhe pastaj vazhdon jetën e vet. Ta hedhim pak bisedën kjo, profesor. Mes asaj që ne kemi vlerë dhe besojmë atë vlerë dhe ecim, dhe mes mendimeve që janë natyrshme të na ndryshojnë, janë komponentë ndryshëm të jetës që të vazhdojmë. Pra, kush merr peshën e duhur dhe si e vjen në rend të gjë? Shumë e bukur dhe shumë interesante. Ndoshta është edhe diferenca e parë në mes aftësisë për të shprehur të ato që njeriu përjeton dhe mbart brenda vetes, ka diferencë. Këtu jo gjithmonë njeriu është i aftë ta shprehë ato që ai beson, mendon për të. Por ka dhe një dimension tjetër, është dimensioni i asaj çka ushqen dhe mendon dhe realitetit në të cilën jeton. Më ka bërë përshtypje para ca kohësh një qasje, një mendimtar i bashkohor, që thotë një ndër krizat thotë të kohës që ne po kalojmë, thotë sepse është absolutizu e përkohshmja dhe është relativizu absolutja. Do të thoshti pse e nise me këtë. Shumë. E nisa me këtë sepse ne faktikisht flasim të njëjtat terma përdorim, por jo të njëjtat gjëra nën kuptojmë. Varet se ku janë referencat. Ne për shembull flasim për vlera, flasim për virtyte, mi po ndryshe i qaset një lloj ideologjie, ndryshe është koncepti në një lloj periudhe dhe ndryshe ka qenë në një periudhë tjetër. Ajo që ka ndodhur sot, që ne po përjetojmë në leximin tim, të cilën
normalisht e kam gjetur ke shumë mendimtar tek jeta e përditshme, që thonë që kriza e sotme është e moderniteti, nuk është se nuk fton në besimin në Zot. Por çfarë ka bërë, si thua i ka heq kompetencat Zotit dhe ja ka vesh atë njeriut. Do të thushit që qa në the pak më përpar, qa po në thot tani. Du të krijoj terrenin njëherë për të kuptuar që për qa po flasim. A kemi të njëjtën qasje dhe të njëjtin synim në ato që po flasim apo jo? Se për vlerën faktikisht nuk kanë gjithë flasin vetëm unë dhe ti. Për vlerën kanë folë, i kanë aplikuar dhe i kanë jetuar njerëzia që me ekzistencën e saj. Po të shikosh, në mungesë të absolutes, të referencës të absolutes, ato kanë qenë gjithmonë të pasigurta. Për shembull sot, ne vlerat më të mëdha njerëzore, i kemi marrë nga qytetërimi bashkohor, i cili vërtet ka një kontribut jo të vogël në sistemin e jetës e me radhë. Po sa të vihen në provë ato, dhe rasti konkret që sot janë në provë, u harun të gjitha. Pse? Në leximin tim është për mungesën e raportit me absoluten. Dhe këtu tani kthehem tek ajo që unë mund të flas për ato që më ngacmove pak më parë. Ne këtë e bëjmë në emër të Zotit. Dhe kulmi i arritjes tonë është që ne jemi rob të Zotit. Të mundet që të ngrihemi në nivelin më të lartë që na ka ngritur Zoti. Dhe këtu si qenie ne jemi qenie e moralshme. Dhe prandaj identiteti jon nuk është thjesht se sa dim, se sa duam, sa kuptimi japim edhe kësaj jete, sa të mirat mund të japim edhe kësaj jete, se dhe ajo edhe kjo për ne është kriju. Po ka një raport shumë të ndryshëm që ta kesh jetën si pronë tatën dhe ta kesh jetën si amanet tatën. Ta kesh jetën si sënim dhe përfundim dhe ta kesh jetën si një mjet dynjan, si një mjet fantastik për të arritur atje ku je krijuar xhana dhe atje ku të është premtuar. Ndryshe, unë nuk e di se ç'kuptim ka që mund dikush ma bin majt hundës dhe unë t'jemi urdhruar t'i them unë jam agjërueshëm. Unë jam agjërueshëm. Unë nuk e di se me çfarë llogarie dynjaje del që vllai të binë në qaf dhe ti këshillohesh në qoftë se ndodh mes vëllezërve kjo, ti thuash në qoftë se ti e ngre dorën. Po. Jo, unë nuk e ngrej dorën. Që të bi ty. Unë nuk e di se si njerëz të cilët është vërtetuar me dëshmi të njerëzve që kanë qenë në nivelet larta të dijes në kuptimin origjinal të thjesht, po edhe të lartë, të thotë dhe të lutet kur ballafaqohet me një lloj dije të moralshme, dije të virtytshme, ai përulet para saj dhe lutet dhe thotë: "O Zot, ma merr jetën me imanin." Po imani është dije parësisht. Me imanin e plakave të Nesaborit. Pse? Sepse ai ishte lodhur dhe është gjë shumë e bukur që të sjellësh argument për ekzistencën e dhe jo thjesht për ekzistencën, por për të njohur cilësitë e Zotit me urtësinë e tij me radhë. Është shumë e vyer apo jo? Si është e vyer Ibrahimi alayhis salam tha: "Arini kayfa tuhyi al-mauta", që o Zot më shfaq mua dhe vazhdon Zoti si një gjatë tekurit. Bukur. Dhe Zoti na e sjell dhe thot në Kur'an thot: "E felem tu'min", pa nuk je për besimtarëve. Bela, walakin liyatma'inna qalbi. Pra, këtë lloj dije Imam Razi kishte, nuk bëhet fjalë për një dije të shkëputur nga Zoti me radhë. Ama kur u gjet përpara kësaj nane, këtij robi në këtë lloj niveli, ai tha: "O Zot, ma merr jetën me këtë lloj dije, me këtë iman, me imanin e plakave të me një lloj dorëzimi total, domethënë po themim se po ta morish në aspektin e Imam Razi ka qenë kolosët e dijes të kohës. Pa dhe nëse do të kishte një njësi matëse për imanin e Imam Razit, absolutisht ai do të ishte nivelet më të larta. Unë kam idenë që kjo plaka ka lakmu sinqeritetin edhe dorëzimin e plot, domethënë, po themi ajo fitra, ajo natyrshmëria e imanit që ajo ka pas, pavarësisht se ndoshta nuk kishte nivelin e diturisë. Unë prej te e dëgjova pak më parë. Ndërpreva? Jo. Prej te e dëgjova pak më parë, wattaqullah Wa yu'allimukumullah. Wa yu'allimukumullah. Do me thënë, në leximin tim, keni frikë Zotin, po, që Zoti t'ju mësoj.
T'ju shtoj diturin. E por e mirë që e sot dhe shqipën do t'a kësha anashkalit. Po pra se Bisedën më tej. Për jo, se a i ka caktu objektivin njëherë. Se unë kam frikë, se mund t'a përkthesh frikë, mund t'a përkthesh qëndrueshmëri, mund t'a përkthesh si duash takvallëku në varësi të kontekstit. Po kjo nan e kështë përcaktu, e dinte qëllimin e ekzistencës së vetë. Dhe prandaj, ajo kur fliste me kaq dritë. Dhe ajo respektonte këto kufi, dhe prandaj u bë dhe Imam Razi kaq i përullur para këtij gjesti kaq të lartë. Lakmitari e saj. Edhe ndoshta këtu shkon përshtatet edhe historia e Musait alayhis salam ku Allahu lëshon e përgëzon, si thot i thuj filani që është në xhenet me ty, domethënë. Dhe ishte nga njerëzit e rëndom, nëse do ta quajmë me zhargonin e sotëm. Pra një njeri i thjesht që s'kishte po themi asnjë lloj vlere, mirë po kur hetoi për shkakun, ai tha Musait alayhis salam që gjërat që di unë i praktikoj. Pra, ky ishte i barabartë me Musai. Musai dinte shumë, mi po i praktikonte të gjitha dhe shpërblehesh se praktikon atë që din. Edhe ky shpërblehesh për atë që dinte, domethënë i praktikonte të gjitha, por nuk e kishte fsheh, po them ose nuk kishte neglizhuar. Shiko profesor, ne në fakt se dolëm ke kjo, ne kemi një, domethënë diku më sa kam lexuar, më rezulton që pjesa më e madhe e sahabëve nuk e kanë pas fatin të kenë informacion sa kemi ne sot fetar. Kurani s'ka zbriti gjithi, libret e haditheve nuk kanë qenë kompletuar dhe përmbledhur që kemi sot. Dietarët e fikut, për shembull. Dietarët që ta zbërthejnë ta hollojnë. Po jepet përparësi tabiin dhe ndaj sa. Pra ka një më duket nga ka i tej ngopi informacioni. Unë kam përshtypjen se ne kemi nevojë të rikthejmë, të ridefinojmë termat. Për shembull, koncepti dije, ne e përdorim, mirë po nëse dijen që konsumojmë ne sot, ai ngjan më tepër si një lloj informacioni, Fiks. se sa dije. Dije mekanike. Behari ngacmoi pak më përpara, se thotë një ndër kriteret e dijes, që quhet dije, është për ta vepruar. Për shembull, me sa nuk e di tash saktësinë e kësaj më duket se Platoni thotë që filozofi thotë, nëse nuk aplikon thotë atë që ai thotë, ai din thotë, nuk është më i tillë. Do me thënë, edhe dija ka kriteret e veta, ka kushtet e veta. Unë faktikisht kam dhe një dy kështu, nuk e di a është duhur për ta thënë. Më ka bezdis shumë fakti kur i qasemi si fetar, ndërkohë që neve të gjithë edhe fen e përdorin për të justifiku pozicionin ton, duhet të moralizojnë pozicionin ton në çdo lloj situate në të cilën jemi. Pra, sikur i kemi dhënë të drejtë vetes të përcaktojmë edhe vetë Zoti si du të sillet me robt. Dhe vetë feja, për shembull, shumë herë i qasemi, pra, e para një herë, këtë lloj apatie, këtë lloj mungesë përgjithësie për ta mbartur mesazhin e Zotit dhe për ta çuar tek njerëzit, ne e moralizojmë. Dogmatizojmë një farë dhe këtu është pastaj, këtu është kjo që gjithçka mund të jetë vetëm fetare nuk është, e dogmatizon pastaj. Më kupton? Mi po, këtu fillon gabimi se fillon i mat njerëzit me këtë. Ndërkohë që Zoti Xheleshanuhu e zbriti për gjithë njerëzit dhe në këtë qasje që unë do të thoja, fakti që ti ndoshta për shkak të origjinës, ndoshta për shkak të situatave që ka ardhur dhe je besimtar, dhe shqyr që je besimtar, ti nuk e sheh këtë si përgjithësi, si detyrë që duhet të çosh një diçka në destinacion të caktuar, po ti e sheh këtë si privilegj dhe fillon e mat botën tani nga pozicioni që je ti. Pra, moralizimi i apatisë, fetarizimi i të pabërës, i dhënies hapur të dynjas, ka bërë që ato të cilët janë dhënë nga dynjaja, janë dhënë, për shembull, më kujtohet kur ishim në Zvicër. Edhe ju them aty në vëllezërve, wow, sa fantastike është ti jesh musliman në Zvicër. Po pse? Po ato e kanë përsos këtë pjesën tjetër. Po aty ndjen ti ta ndezësh atë pishtarin të brendshëm, ai ndjen këtë ngrohtësinë e kësaj që mund ta ngrohë atë tjetrin, apo ti shkon e konkuron këtu. Nuk është turp që ti nuk di ta përsosësh jetën ato malet e Zvicrës. Po turp është që ti mos e rezatosh këtë vlerë, këtë mirësi që ti mbar. Pse e thash këtë? I shkova shumë gjatë për ta ardhur atë tjetër.
Ne konsumojmë informacion, por nuk është dija ajo. Sahabët, pse Zoti i ngriti në atë nivel? Sepse ato jetësuan ato të cilët ato besonin dhe masnin sa veprojnë. Dhe nga dija ato masin ato që kishin vepru, ato që kishin apliku. Këtë hall qanin ata. Kurse ne qajmë hallin a e dim, biles kemi shku dhe më tej se kaq. Që për mu, nuk e di pa, shumë fyse. Që sa të shofë që njerëzit kanë bërë një arritje, qoftë edhe shkencore një tjetër, ne shkojmë i themi që Kurani jonë ka thënë Para 1400. po kjo të kishte qenë edhe i Xhiladin Zenelit. Pra pse ai kush Drejt. Po pse ai robi kujtosh? Pra, a bim dakord që dia bëhet fjalë për atë të cilën e veprojmë. Ilmun nafi, që E thotë bëjmë. profeti. Dhe a bim dakord të kjo që ke rreziku që ti mos ndoshta po e përdor dhe vetë fen për të fituar status në dynja. Ndërkohë që nëse themi të vepruarit, se më duket të tre fjalë përdore. Të vepruarit me vlerat të cilat ne ju besojmë. Po. A më lejon ta kthej pak kështu. Ku beson ti? Ne faktikisht, nëse nisemi tek besimi, se është ajo që përcakton konceptin mbi vlerat dhe është ajo që i jep peshë të vepruarit, apo jo. Por ne besojmë Zotin dhe besojmë botën tjetër, apo jo. Po, besojmë që kemi mision në këtë tokë, por në esencë, kjo tokë e gjitha për mua është krijuar si dëshmi për atë që ne besojmë. Edhe ka për të dëshmuar çdo gjë e vogël apo e madhe, sa unë ju përgjigja, em hasibtum. Në të treku. Jo, po, an taqulu amanna wa hum la hasiba an-nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Po, ajeti tjetër, a menduat që ju do leni të thoni që jeni besimtar dhe mos provoheni? I kemi sprovuar dhe popujt para jush, me qëllim që të dalë se kush i qëndroi asajt dhe kush jo. Një e fundit fare, më ka bërë shumë përshtypje dhe nuk e di tash edhe unë po bëj të mençurin, po. Një qasje të një nga filozofëve musliman bashkohor, quhet Abdurrahman Taha. Taha Abdurrahman, Po. maroken. U këshilloj që ta ndiqte. Dhe ai thotë që gjitha vlerat sillen në dy pika. Thotë se tregon dhe historinë e tij. Thotë këto sillen thotë në sidq wal amana. Unë nuk di në fakt ta sjell, sepse fjala sidq ajo siç është një vlerë përgjithësuese, ajo merr dhe formën e Specifike për situatën. në të cilën ti të Të gjen, duhet po. të dëshmosh për këtë. Po. Ose fjala amanet. Dhe ajo merr formën e situatës në të cilën ti bukur. Dhe thot në fillimet e mia thot, mendoja thot që çështja e fikrit, e mendimit është çështja më e lartë njerëzore dhe u nisa nga kjo. Edhe thot, pastaj thot, pas kërkimeve dhe punës intensive, thot, edhe këto thot promovoj tani, thot, ishte qasja akhlaqie, qasja morale, vlerore. Po të shikosh, njerëzimi ka arritur në çështjen e mendimit, ka arrit nivele jo të vogla për hir të vërtetës. Mirë po, problemi ka qenë se mendja, e cila kultivon këtë mendim, u morë si çështje superiore për të gjykuar ekzistencën. Në konceptin fetar, mendja është pjesë e qenjes, nuk është mbi qenjen. Edhe kjo thot është diferenca e cila duhet bërë sot. Pse e thash këtë? Që edhe çështjet e vlerës. Vlerat janë për te kufive të kësaj bote. Se për ndryshe kur thot Begoviçi, çfarë e mushullon një nën të cilit i vdes djali i vetëm aksidentalisht. Edhe shkon hoxha, shkon fetari dhe e këshillon për përmbajtje dhe të mendoj mirë edhe në një situatë të tillë se Zoti ka caktuar për të. Vlerat janë për te kufive të kësaj bote. Në qoftë se ne tani nisemi nga besimi që është besimi në Zotin, por unë desha të thoja besuarit në të padukshmen, në botën tjetër më saktë, ndryshon raporti. Kjo botë merr për masa tjera komplet. Sepse kjo botë pastaj është peng e atyre njerëzve të cilët e masin me atë fundore, me atë që thashëm problemi që ku është problemi, sepse ne kemi absolutizuar të përkohshmen,
Dhe kemi relativizu. A ekziston a nuk ekziston Zoti? A ekziston a nuk ekziston bota tjetër? Pa nuk sjell gjë. Dhe moderniteti çka ka bërë? Ka bërë vërtet ka arrit ta ndërtoj ajo Zotin. Sipas interesave, si thanë më herët, thanë që edhe nëse nuk ekziston, ne duhet ta krijojmë Zotin se na duhet për këtë vlerë morale. Nuk flas për të tilla vlera. Flas për vlerat të cilat janë të lidhura me absolute. Nuk mund të ketë drejtësi, nëse drejtësia nuk është e lidhur me të drejtin absolut, burimin e të drejtës. Nuk mund të flasim për urtësi, nëse nuk kthehemi në burimin e atij që e krijoi vet urtësinë. Pika e parë të besuarit. Pika e dytë vlera që e përfshivan atë, dhe pika e tretë, ne e kemi çështjen e besimit apo jo. Ne e kemi në pikpyetje Ramazanin, nëse i kemi ram qaf kujt. Po. Ne e kemi në pikpyetje Ramazanin nëse i kemi ram qaf edhe vetes tonë. Pra, edhe ajo që besojmë dhe ato vlera që ne i dim janë peng të vepruarit. Dhe sot, para se të fillonim podcastin, e përmende, jetojmë në kohën e konsumit. Pa shumë fyse në fakt. Që edhe vlerat i fusit në pjesën e konsumit. I konsumon. E bëra. Edhe i nxjerrim jashtë mode pastaj. Se konsumi këtë të sjell, e përdor edhe ndrohet moda. Absolutisht që po. Edhe pastaj shohim edhe njerëzit pa qëndrueshëm apo sillen. Po ta japun një zgjidhje. Do shohim natën e kadrit këto. Ne nuk shohim se çfarë vlerash po jetojmë, po shohim pse ishte koha sonte. Shenjat. Jo, sonte ishte natë e kadrit. Po, okay, ishte natë e kadrit. Pastaj Tia ishe natë e kadrit, po. Kjo është gjithë pyetja që mund bëhet, ishte. Dhe ti dyshon se vërtet, nëse ti, se kjo është çështja e besimit. Nëse ti vërtet je zemër djegur për natën e kadrit, dhe je në kërkim, të privon Zotit, por kuj Zoti i beson? Jo, unë i besoj atij Zotit që më do lart. I besoj atij Zotit që e ka zbrit natën e kadrit për mua, dhe jo mua për natën e kadrit. Kujdes raportet, edhe vlerat dhe virtytet. Po, dëgjoj, le ti kthejmë këto që krijimi është për ty, por edhe xheneti është për ty. Falë, po xheneti që syu se ka parë, veshi se ka dëgjuar, perceptimi njerëzor nuk shkon në te. A ka kuptim pa mua e pa ty? Pa njeriu ndesha. Pa njeriu në thelb, po. Unë desha më shkas nga ato që përmendet disa gjëra, nëse do të arriti rëndis, tek ajo që the standardizimi i vlerave mbas të hyjnores. Pra që Allahu xhaleshanuhu në Kur'an, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ka përjetësu, po themi ajo është e pandryshueshme. Pra është standardizuar në Kur'an edhe pse siç e përmend edhe qytetërimi perëndimor ose koha që ne jetojmë sot i ka vendosur disa vlera, mirë po se kanë problem që ti flakin, ti shkelin apo mos ti promovojmë ato vlera në momentin kur i cënohen interesat. Në një moment krize ose pa kur i cënohen interesat e tyre. Kurse ato i madhi Zoti ka vendosur për mos u shkel, pra ti përderisa e mban, shpërblehesh momenti që e braktis, Zoti na ruaj. Du ndalim edhe tek ajo që ti filozofi Taha Abdurrahman, pra as-sidqu wal amana, thash mos na shpëtoj ky detaj, që ky është ajo me të cilën kanë specifikuar profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam përpara se të vijë profecia. Pra është një person që nuk është dyshuar asnjëherë në konturin e tij personale, individuale. Edhe tek libri Besimi dhe jeta, pra Shekhe Radawi Allahu mëshiroftë jep shumë bukur impaktin që kanë adhurimet e njerëzve në shoqëri. Pra i lidh të gjitha. Po të gjitha, në asnjë nuk e përjashton nga. Ai lunker, pra namazin ndalon nga veprat e këqija, agjërimi për cilin tashmë pothuajse e kemi konsumuar. Gjitha adhurimet po të shohin kanë impakt në shoqëri. Edhe unë do ta mbyll këtë timen tash. Ne jemi shoqëri që kemi përjetu në rang, po them shoqëror, jo individual, këto vlerat cilat ne i besojmë. Unë kam arrit të dëgjoj dëshmi personale, për njerëz që e kanë përjetu vetë, që kur ekzistonte pazari i vjetër i Tiranës, në ditën e xumas ose në kohën e namazit, dyqanet nuk mbyllesh. Vetëm thjesht tërhiqesh dera, po me tregu që nuk ka njeri i mrend, po që të vendoset çelsa, po të bëhet nuk perceptohesh, nuk ndodhte një gjë e tillë. Për çfarë tregon kjo? Se sa e sigurt ishte kjo shoqëri. A kishte njerëz që shkilin parimet? Kishte sa të dush.
Po në raport me shoqërinë, pra me të përgjithshmen, ato mbeteshin ignorancë dhe ndoshta ju vinte edhe turp për atë përkatësinë e shkeljes, po themi që ato kishin. Pra që mos ju tregojmë njerëzve se këto gjëra që ne besojmë janë diçka utopike, vijnë nga lart këtu që ne s'kan lidhje me realitetin. Ne jemi shoqëri që i kemi përjetuar gjithë. Se ka pak edhe bot kuptimi, profesor kishte shkruajt Rahmet Pas Alieze bëvësh një pjesë për Kur'anin. E thonte ka një gjë thotë ma trajtohet Kurani si një objekt i shenjtë, jo si një parime të shenjta që ai trajton. Pra është një libër, e ka fletën, e ka si thush kopertina, kaligrafia, ato ngjyrat, ato gjërat, shenjtëria në objekt. Po jo në domethënie. Jo në parime, pra nuk e trajtohet dhe njëjta gjë. Kujdes se, për shembull, kjo është fjalë e Zotit, ky libri i Zotit, do mos e prek. Mos e lëm vend keq, leja atje lart. Po në njëjtën kohë ka ca parime që duhen lënë atje lart, do ato në kuptimin duhen vendos në ky lloj konsumerizmi, profesor. Pra ky lloj konsumerizmi nuk kemi shpëtuar në kuptimin në totalin e të menduar. Prandaj ndoshta ta Abdulrahmani ka drejt kur thotë është vlera konstante që pavarësisht situatave ato të mbrojnë dalësh në një paqe, domethënë komfort me vetëm, ti je korrekt. Por ndryshe të jesh shumë e vështirë person, nëse vlerat futen në këtë përkohshme dhe edhe sfidim dhe njerëzit ka herë kështu. Po më unë po të pyet dhe po të them. Po në qoftë se nuk do mbyllen dyqanet. Në qoftë se unë e ti nuk do shohim dritë në herë. Në qoftë se ku di unë se çfarë. Në qoftë se njerëzit nuk do besojnë asnjëherë, nuk do i vlerësojnë. Ose merr dhe ekstremin tjetër, në qoftë se njerëzit nuk besojnë, po bëjnë një jetë shumë të rregullt. As dyqanet nuk vidhen, mbahen hapur as të gjitha. Çfarë u kry gjëja? Apo në qoftë se njerëzit edhe vjedhin edhe bojnë edhe kthejnë, por e kanë pazarin me Zotin. Pra, a nuk e shikojnë që neve matjen dashje pa dashje po e bëjmë në kufit e dynjas? Do më falesh një ndërhyrje se më ngacmove me atë të profetësisë. Taha Abdulrahmani prapë thotë që se neve shive të që e kemi cunguar dhe profetësinë ose dhe misionin hynor vetëm me shpalljen. Shpalljen si fjalë, si diktim. Ndërkohë që Taha Abdulrahman thotë, i dërguar i Zotit thotë, ishte i dërguar i Zotit që me lindje. Pra, thjesht njerëzit dëshmuan që ky është i dërguar i Zotit dhe Zoti në harmoni me dëshminë e tyre, atë që keni zgjedhur ju kam zgjedhur dhe unë për pra nuk e ndan. Thot legislativi i erdhi në të dy zetat, pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Por e gjithë jeta e tij ishte pjesë e profetësisë, po them. Ishte pjesë e profetësisë, ose më saktë treguesit e profetësisë shfaqeshin sepse në thelb. Pse erdhi feja? Ti kthehemi gjërave në thelb, që të mbaj ty në origjinë. Ti ke njerëz të cilët janë shumë të rregullt, shumë të edhe sa që ndihen të panevojshëm ti kryen rritet. Jo, se ke ti këtë të drejtë. Është Zoti që përcakton për ty se çfarë është në interesin tat. Dhe nuk lehet në kufirin e perceptimit tat, apo të shkosh dhe të bësh me gisht pasaj, që tjetëri nuk ka vend tek Zoti, sepse nuk gjen forca ai për të luftuar veset, për të luftuar të keqen, që është e urryer dhe bindeshëm faktikisht. Bindesh me rritet, me sjelljen për një besimtari dhe bën një diçka tjetër. Saqë kemi dëshmi kontradiktore të gjitha këtyre. Jo, njeriu është përtej kësaj të gjithës. Urdhresat erdhën për të truajtur për diçka, ndalesat, dhe urdhresat erdhën për të ngritur në një lloj niveli të caktuar. Asnjëri nga ne nuk ka garanci që para se të mbyll syt, para se të dorëzoj amanetin tek Zoti, që merr djathtas apo merr majtas, se si është i shpëtuar apo i humbur. Që para se të vi e xheli vjen një punë edhe e mbyll me ta. E mirë apo e keq edhe e mbyll me to. Ne gjithë dëshmojmë se ai e ka mbyll për mirë, apo gjithë dëshmojmë se ai e ka mbyll për keq. Kjo është çështje që i përket Rabbil Aleminit dhe ne nuk futemi tek ai. Nga ana tjetër, ne nuk kemi dyshim tek rritet e këto. Pse? Se sigurinë e kemi kush na e ka thënë. Dhe jo dobëzshmërisht tek reflektimi. A e duam reflektimi? Patjetër. Por në qoftë se këty nuk jepet haku, a jepet e me reflektimin të botë? Patjetër që po. Edhe kjo nuk ka fare dyshim në të. Por në esencë nuk është kjo.
Në esencë është diçka tjetër. Po të shikosh sahabët, pse urdhrohemi që t'i marrim për model? Sahabët asnjëherë perceptonin civilizimin. Sa që çështja e arritjes së dynjas u ashton në ditët më të vështira. U përdor e vogla për të qëndruar të madhes. Ato i kishin besuar Zot, i kishin besuar të dërguarit të Allahut, profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por i diçka shumë më të madhe. Mi po herë ju bëheshte e madhe kjo në Hendek. Po. Than nuk përballohet. Çfarë tha Hudhaifja? Të gjithë kishin frikë që mos ndoshta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë që Çohë edhe shkollë. dhe më e buka e tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i garantoi edhe kthimin edhe xhenetin, a? Edhe asnjë nuk u çu. Pra nuk është kështu kaq folklorike, kaq poetike çështja e besimit. Ajo është tërsi gjonash, nuk e bën dot kaq lehtë. Në momentin kur ju përgjigj tani, se kjo është diferenca, po tha i dërguari i Zotit, thotë unë atë përjetim. Se kam dirë. Nuk e kam provuar më në një situatë tjetër. Cili përjetim? Nga momenti që ju përgjigj thirrjes, ju përgjigj se çfarë ishte thirrja e pejgamberit, është thirrja e Zotit, si më thon. Dhe derisa mbaroi misionin, ai ishte nën kujdesin e Zotit, ishte i përfshirë nga mëshira e Zotit, nga përkujdesja e Zotit, siç përfshiu Ibrahimin alayhis salam, që bëre zjarrin, të ftohtë, Të paqët. dhe të paqët. E njëjta gjë për të ardhur këtu, se kujdese mos bim pre e kësaj. Në qoftë se më lejoni, unë desha të ndalem në një diçka tjetër që nuk është e kam për zemër, më tepër e kam frikë për hir të vërtetës. Teorikisht e di që çdo populli, Allahu xhaleshanuhu, përveç shpalljes së përgjithshme, se është plotësuar me atë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i sjell her pas here shembuj, i sjell shenja, i sjell ajete. Profesor, tani po t'i kthehemi pak çështjes në tërësi të adhurimeve. Për shembull, po marrim Ramazanin. Ka një dinamik në raport dhe me jetën e njerëzit. Pra, sikur kërkojnë një farë forme që tek njeriu mos t'jenë thjesht sezonale, pra në kuptimin është agjerimi, vjen namazi, pastaj vjen haxhi, pastaj vjen Kurban Bayrami, pra vin ibadete që herë Zoti kërkon nga njeriu t'i kthehet një gjëje konstante, vlerore. Pa të veje një pikë konstante. Për shembull, agjerimi hik, po ka ca parime që nuk hikin aty. Devotshmëria s'hik, Kurani nuk ikën, disa vlera që i kërkon agjerimi esenciale që të rrinë me ne të vazhdojnë. Por kap të tezën e konsumit vlerave. Aq sa shikojmë profesor, nuk është e lehtë të rezistosh rrymave moderne, të cilat pothuajse me tendencën e fortë për të ndryshuar mënyrën e të jetuarit, kanë ndikuar fort dhe në mënyrën e të menduarit dhe mënyrën e të përjetuarit gjërave. Pra, sepse është ai të ka krijuar një standard që të imponohet në kuptimin e asaj që shef, dhe ti dashje pa dashje fillon dhe të ndryshon dhe mënyra si mendon dhe mënyra si i përjeton gjërat. Për ta mbyllur fjalën time ke lutja e Ibrahimit alayhis salam që është në Kur'an. O Zoti i Madh, mos na bëj fitnë për ato të cilët nuk besojnë. Sipas e Ibn thot, Ibrahimi u ndje ngushtë sepse nuk aplikonte dot atë që besonte, nuk po e vente dot në jetë. Dhe thonë fakti që se vente dot në jetë, thot u drejtu Zotit me këtë lutje, sepse do i kthehej në krah të kundërt, pra me dështimin e vetes kishte frikë se njerëzit do ia atribonin besimit. Herë, domethënë si thosh, nuk po e bëjmë dot një ndarje të tillë, më dështova unë. Pse ja faturim besimit? Për shembull, kundërshton mund dikush si hoxh, i nxjerrë Zotin përpara e kpus komplet, domethënë, e vemi një përgjegjësi shumë të vështirë, unë jam unë. Kjo sepër marrja ka marrë unë, ose kjo përfaqësimi im i këtij besimit tim, i këtyre të mijëve, se këto të mijëve është muhabet shumë i madh. Pra, kjo gjë profesor edhe për ta lidhur pak edhe me atë çka është e nevojshme ta lexojmë këtë kohë ku jetojmë. Po nuk e di tash, ndoshta edhe Behari mund të ndërhyjë dhe të thotë diçka, po unë kam përshtypjen që gjërat nuk janë të ndara kështu jo si me thik, por nuk janë të ndara. Domethënë, ky sistem është ngrit në një bazë një filozofie. Dhe në qoftë se filozofia nuk ka qenë e qartë 100% në piknisje,
ajo është në funksionalitet, ajo rezaton një lloj filozofie që gjërat të funksionojnë. Patjetër. Pra, kur i gjë funksionon, po ti nuk e percepton, ti nuk e ke perceptu filozofinë e gjës, po ajo ka filozofinë e vet që funksionon. Dhe ky sistem për të ardhur keq në përqindje të mëdhaja është ngrit mbi atë pa Zot. Ne tani, çfarë po na ndodh? Ne po tentojmë të islamizojmë copza, të fetarizojmë copza. Edhe çfarë bëjmë biles, edhe e vjedhim nëpërmjet ibadeteve. Shkëputemi nga jeta, kemi tendencë për shembull të ikim nga jeta e përditshme. Dhe jo të përpiqemi të ofrojmë një paketë të plot vlerash, sistemesh që shkojnë në harmoni, si në ibadete, si në adhurime, si në pjesën tjetër të jetës, si më thënë. Në thelb, kjo është lufta jonë, sfida jonë, që apo ofrohet modeli i të funksionuarit në bazë të kësajt, apo neve një pjesë të jetës e bëjmë, si tha, jepi Cezarit atë që i topon Cezarit. Bëjmë këtë lloj ndarje. Ne çfarë bëjmë? Shkëputemi pak, shkojmë agjërojmë, shkëputemi pak, shkojmë falemi, shkëputemi pak, shkojmë edhe kupton? Ose shkojmë e halalizojmë, për shembull, janë pak jo të shëndetshme këto që tendencat për shembull, ai pi alkool sot peton pi birë pa alkool, apo verë pa. Për të bërë përballë. Ai bën jetë të shturur, po un kam 4 gra. Ku ti unë se çfarë, si më thënë, sa që është sforca shumë e madhe, pastaj se duhet me diskutu, apo më mirë është 1, apo më mirë është 4. Faktikisht kjo është çështje sistemi. Është çështje tërësi gjërash. Sistemi që ne jetojmë nuk është mbi këtë bazë dhe nuk të çon atje ku duhet. Dhe dikush më herët e personifikoi me trenin. Lokomotivën e këtij trenit e komandon ai që e ka pa Zot. Ti tani vagonat, ti ke sfidën që mund të halalizosh të gjithë vagonat. Vagonin e 40. Sa ti ke shkuar. Një vagon. Sa që ne biles themi që ky vagon jon, elhamdulillah. Jemi fut këtu. Jemi mirë. Pse ku na çon treni? Po s'është puna jon kjo tani. Tash i kam marr dynjaja rob, si më thon tash. Edhe këto do të ma vesh mu tani. Po prit mos edhe të parët tanë kështu e me radhë. Faktikisht, unë ajo që kuptoj tek Ibrahimi, duaja e Ibrahimit alayhi salam, është pikërisht kjo. Tek sistemi, tek kjo, nuk e ka hallin Ibrahimi sepse nuk po e faleshte, apo nuk por nuk po kanë ndikim që ta udhëheq njerëzin drejt rahmetit Zotit, të ngrihet mbi bazën e rahmetit të Zotit. Ky lloj sistemi dhe ky lloj funksionimi. Kam përshtypjen që kjo është ajo qasja më kështu. E dyta, në qoftë se po sjell edhe përvojën personale, që konkluzioni që kanë dalë edhe nga përvoja. Natyra e kërkon Zotin. Natyra njerëzore i mungon Zotin. Dhe është gjithmonë në kërkim të saj. Duhet shumë, nuk është punë njolla, është punë gjunahesh. Prandaj kufri është mbulim, nuk është mohim. Duhet investim shumë i madh të tjetërsosh natyrën, sa që për shembull ke parasysh shembullin atij që vrau 99 vet? Çfarë tregon? Tregon pulsimin e fortë të brendshëm. Kurse ne gjithmonë nxjerrim më me peshë këtë të jashtme. Jo. Aty biles, të më falni të bëj një kështu se biles po kërkoj të mendimin tuaj, se ndoshta leximi im nuk është i saktë. Në fundit surës Kehf, çfarë thot Zoti? Në 2 ajetet e fundit apo 3 ajetet e fundit. Janë ato الذين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Pra besimi dhe e çon në botën tjetër. Në ajetin e fundit thot: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Mu faktikisht ndoshta mbrëmbi nëse u bën një kështu. Nuk më qetëson fakti që e tregojnë si modestit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është një nga njerëzit. Pa më përkthe pak në shqip. Thuaj që unë jam një njerëz si ju. Po,
Juha ilej, pra që ka I shpallën atij. Ore më ngarku kjo dha për tu asaj tha. Por Zoti juaj është Zoti juaj është një. Dhe dhe kush pret ose kush ja ka onda. Fëmen yarju, po. Me Zotin. njerëzhu. Shplikara bihim. Kupton është unë faktikisht bëj punë të mira dhe mos ngatrohet se nuk i del më mirë se ti jetë veç me Zotin. Ka për t'ja marrë të tjerat shumë më tepër se sa kaq. Mos u përzi këtë tash i beharit apo ladit apo po ja bën Zotit, Zoti s'ka për të bilëstuar që Zoti nëse është diçka për hapur Zotit, nuk e nxjerr nga kjo botë pa marrë dhe razi llokun e njerëzve. Dhe e kundërta. Nëse e ke shpërndar Zoti një herë heq dorë, qoftë edhe me 0.1%, më kupton? Dhe nuk del nga kjo botë pa marrë edhe mallkimin apo mos pëlqimin e robëve për të bërë këtë diferencë. Por faktikisht nuk e kisha këtu atë. Ai që më bën përshtypje, unë nuk e marr këtë si pjesë të modestisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që jam një nga njerëzit. Pa ai kërkon të frymëzoj njerëzit që janë në një pozitë shumë të lartë. Dhe nuk është i privuar asnjë për të shijuar këtë takimin me Zotin. Ore jeni njerëz, kul inma ana basharun mithlukum. Ju jeni si unë. Diferenca është se mu më shpallësh gjë tjetër, kjo është çështje teknike. Specifika ime. Pozita juaj, ju e keni pozitën atje. Inna alladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fiha. Specifika më dalluese që i ka dhënë Zoti njeriu e ka bërë me krijimin e tij. E ka bërë pjesë të përjetësisë. Dhe specifika dhe statusi tjetër ta ka lënë ty ta zgjedhësh atë. Dhe në qoftë se ti tregon gatishmëri të zgjedhësh pozitivisht, ai të përgjigjet qoftë edhe kur e kujton ty të kujton. Qoftë edhe kur drejtohesh ai nxiton drejteje. Pra, statusin ne a e shohim veten si të privilegjuar me këtë fe apo si të ngarkuar me këtë? Po. Me këtë fe. Se ndoshta ika nga shqetësimi. Jo, vazhdojmë ne, nuk është se. Kam përshtypjen që ndoshta kjo është e nevojshme me kuptu. A vërtet ne besojmë se Zoti na do lart ose më saktë, ku del në paqe, Zoti është mburr me krijimin ton, saqë biles thuhet në një hadith kutsi dhe unë nuk do kisha qejf shumë të kthehemi te këto, që thuhet sikur Zoti thotë isha i padukshëm të desha me krijimin e njeriu, desha të shfaqem. Po pse? Sepse janë këto sifate dhe cilësitë të Zotit që kanë bëjnë me vlerat, me moralin, të cilën nuk i mbartin krijesat tjera dhe Zoti nëpërmjet njeriu deshi t'i shfaqte ato. Nuk e di drejt. Unë du të kthehem prapë tek Ibrahimi, alayhis salam. Po të shohësh pikërisht këto vlera që Ibrahimi kishte, edhe që ne si umet i besojmë, që Ibrahimit alayhis salam pavarësisht se ishte pak numerikisht, Allahu xhaleshanu i dha vlerën e umetit. Pra e quajti popull, e quajti umet. Pra se ndoshta pragmatizmi, materializmi bashkohor na ka bërë që të bijem prej edhe të llogarisim gjërat numerikisht. Por neve sot muslimanët, pa me që përmendëm Gazën, pra jemi 1 miliard e sa, me pas kanë asnjë lloj vlere, në kuptimin që asnjë lloj reagimi nuk është për. E gjitha mund të kthehet në vlerë sa për dieni, ja? E gjitha mund të kthehet në vlerë. A jeti për këto ka? E gjitha mund të kthehet në vlerë, po çfarë? Duke ju referuar asaj të parës. Pra po të shohësh profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam në betejën e Bedrit, ishte shumë pak. Mirë po Zoti u dha vlerën, tha sikur të përballeni me një shumë, domethënë 10 prej jush mundin 100 prej tyre, 100 mundin 1000. Ndërsa pas haxhit lam të mirës, ku në aspektin numerik muslimanët kishin arrit shumë, Zoti tha alana khaffafa Allahu ankum wa alima an fikum da'fa. Pra Zoti u ka lehtësu se e din që në mes jush ka dobësi, pra keni dobësi. Pra shive nuk është numri, është ai që na bën. Janë vlerat ato që na bën. Që edhe një vetëm e ngrenë në nivel botnor. Pra Ibrahimi alayhis salam ndjente shqetësim që Zoti mos më bëj sprov për këtë. Pse se unë besoj diçka, kam diçka të madhe, mirë po nuk e kthej dot në produkt. Edhe Allahu xhaleshanu e përjetson si figurë, edhe që tamam edhe Gaza ndoshta është modeli më i mirë për ta sjellë këtë, është një shoqëri e vogël në numër. Por që i ktheu edhe një herë vëmendjen tek vlerat reale njerëzimit. Por vlerat që gjithmonë janë të lidhura me absoluten. Këto mos e, për shembull, me çfarë logjike që ne jemi dëshmitar, marrim pak edhe ke antivlera.
Po. Sepse po e bëjmë kështu si, kupton? Por ne edhe qortohemi, jo thjesht përgëzojmë. Ma e drejt. Pavarësisht se personalisht i besoj që qortimi më i mirë është nëpërmjet përgëzimit. Po, të kthehemi pak mbrapsht tek antivlerat. Për shembull, ne jemi dëshmitarë dhe të ngjarjeve të cilat si ti e din për zullumin që po bëhet ndaj Gazës dhe ti e duar troket. Për shembull, ne jemi ftuar kështu në mënyrë deklarative, duhet bërë publike, shoqëria njerëzore është ftuar që të qëndrojë në krah të Izraelit. Po. Në krahun e kujtje. Po. Ore të shkërkuar kështu. Po. Më kupton? Dhe më e bukur është, sepse vetë ato që e kërkonin, e dinin shumë mirë çfarë thonin, edhe kjo që po ndodh tani që u shkel marrëveshja, më kupton? Edhe duar trokitet. Pra, shifet dhe nga antivlera. Kthehemi tek referencat tona që i kemi të padiskutueshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e qorton një herë Aisha radhiyallahu anha për një fjalë që në perceptimin njerëzor ishte fjalë e rëndomt që tha për dikën. Po. Sikur kjo fjalë tha ta hedhim në det? Po. Çfarë do të thonë? Do helmoset gjithë detet. Do merrte ngjyri gjithi. Pra, për të kuptuar dhe vlerën, merr një herë dhe këtë antivlerën. Prandaj unë mbështes atë leximin e Taha Abdurrahmanit që thotë e gjithë bota është marrë peng, bota ka nevojë të çlirohet, njerëzimi ka nevojë të çlirohet. Ora unë nuk po shkoj ke njerëzimi, po shkoj tek vetja. Po. Unë jam marrë peng i këtyre përditshmërive, ato që hape pak, të cilët nuk i shpëtoj dot. Dhe më duket sikur unë fen po e vjedh. Nuk e përjetoj dot. Unë personalisht më duket sikur e vjedh dhe them, o Zot faleminderit që e ke bërë farz Ramazanin. Edhe pse unë e di që një ditë ta gjërosh, është 70.000 vite larg xhenemit, nuk e bëj. E bëj kushe, pra, edhe pse e di, nuk mjafton ta dish. Nuk mjafton të kesh informacione. Ne e vjedhim pse na është imponuar ky lloj sistemi. Tani, si bëhet e kundërta? Mos më bëjmë unë fitne për ata të cilët nuk kanë besuar, tha Ibrahimi alayhis. Po. Ne nuk besojmë tek butësia. Ne nuk I japim peshën e duhur specifike vlerave. Se për ndryshe, nuk do kishim bërë kompromis me ta. Prap I kthehen Gaza. Dhe Gaza nuk po bën kompromis me vlerat. E humbur apo e fituar? Sepse ai e ka kaluar totalisht betejën në kampin tjetër. Nuk ka, me veten e ka zgjidh mohabetin. Edhe I lutet Zotit na bëj të qëndrueshëm në këto që cilët kemi deklaruar se nuk e dim nëse do I qëndrojmë apo jo. Dhe unë kështu e lexoj fjalën e Ibrahimit alayhis salam, që a do I qëndroj kësajt apo do më gjej si Yunusi alayhis salam. Ftesa është, a beson po, qëndroj. Kul amantu billahi thumma istaqim. Qëndroj asaj. Ne nuk besojmë, ne e kemi të kushtuar me produktin. Ne nuk I jetojmë çdo moment, për mua, por ju qasëm jetës me besim. Edhe kur gabon vetë. Se nuk do të thotë që ti ju qasë jetës me besim dhe do të jesh njeriu perfekt. Absolutisht jo. Biles, në konceptin tim, edhe në qoftë se ti devijon, ikën, kush e di ku shkon. S'ka nevojë të kthesh në këtë pikë këtu për të ardhur këtu ku ishe nisur. Ti mund ta vendosësh raportin direkt atje. Yunusi alayhis salam I bëni tesbih Zotit atje në fund të detit. Dhe që aty Zoti ju përgjigj. Apo kur thon dikush tjetër që një herë një ateist nuk e njihte Zotin për krijues. Edhe e ngatron në vend që ti thras atij që kishte besim tek ai, thot ja Samedu, I drejtohet me emrin Es-Samed, Zoti Xheleshanuhu, dhe thuhet që Zoti I përgjigjet. Kur pyetet që pse ju përgjigjet, po pse a ka Es-Samed përveç meje? Ti do të vendosësh lidhjen e drejt për drejt aty, saqë ai që mund ta ketë adhuruar Zotin gjithë jetën, bëhet xheloz se si ka mundësi. Apo historia e dy vëllezërve. A besojmë ne në mënyrë të pakushtuar tek këto vlera, edhe përpiqemi të qëndrojmë atyre, kjo është sfida jonë. Dhe kjo është forca në të cilën ne ftohemi. Kjo është sfida që bëri Bilali alayhis salam,
Bilali radiallahu anhu, që ne mburemi, kur e përmendim, sa që i lutemi Zotit dhe për Razilok, që inshallah bëhemi pjesë Razilokut, ne të Razilokut Zotit, ku ishte sfida Bilalit? Dhe Bilali nuk u bë motrimi, nuk e luftoi civilizimin e kohës, sistemin e kohës. Bilali nuk bëni kompromis me vlerat që ai tha. Ahadun ahad, Më i qëndrueshëm. fardun samed, la walidun wala walad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Sa që shumë shpejt, Allahu Gjeleshanu në sjell shembullin se ç'a bëhet në kampin tjetër. Umeja, aman më vetëm thuj i fjalë mërmuri dhe jot. Sa që thuhet, kur u thohet mrapa që si më praq leke edhe për Zotin 1 dirhem të më shtetan. Do ta lejet lirë. Më Ta shpëtoj. heqim. A do shpëtoj ky sistem sot? Unë kam frikë, se unë nuk jam pjesë e këtij kontributi, unë jam i dëshirës madhe, por nuk jam pjesë e këtij kontributi që po bëjnë sot vëllezërit tonë në Gaza, po edhe kudo që janë lart e poshtë, por i lutem Zotit me Ramazan gojë që mos më privojë të paktën nga dashamirësit e kësaj. Amin, profesor. Konstatuesit dhe dashamirësit e kësaj. Amin, profesor. Profesor, shumë faleminderit. Ne erdhëm drejt fundit të kësaj pjese. Faleminderit që erdhe, faleminderit që biseduam. Mbarë faleminderit edhe ti Zoti shpërblet. Po inshallah nuk do të jetë fundit. Do kemi raste tjera inshallah me profesorin. Po mirë, po ai themi gjithë faleminderit Zotit. Elhamdulillah. Dhe i lutemi që ne vetë kemi pjesë në Po jo, ti vetë i ke fajet se gjatë bisedës, tashi mu të paktën nuk e kriju një 3 Tema. që mund t'i Unë të vazhdoj. mund të krijojmë një episod posaçëm për ta. Pra, dhe ne besojmë ke ky sistem vlerash edhe inshallah jemi prej atyre që mundohemi mi po nuk është se kemi gjëra utopike, kemi gjëra që janë praktiku, janë jetu, Zoti na ka sjell shembull të gjallë. Pra ne Zoti na sjell historitë e profetëve. Pra që këto njerëz kanë jetu dhe i kanë mbajt këto vlera. Unë do t'u kisha këshillu që të lodheshit pak të kërkonit njerëz të cilët janë më meritor për të folë për këto vlera. Mund mos jenë publik, por realisht kjo lloj qasi më ka ndihmu shumë, që gjej veten tek ata dhe jo e kundërta. Dhe shoqëria jonë është shumë e pasur me këto, shumë e pasur. E vërtet. Realisht po të them. Biles, ndoshta mimberet tona nuk kanë qenë aq mikpritse, aq përfshirëse, aq vlerësuese, që njerëzit t'i shfaqin, që njerëzit t'i derdhin këto mirësi që i mbartin. Por e kam të verë për bindjen, që shoqëria jonë është shumë e pasur, ka mirësi shumë të mëdhaja. Unë do t'ju thoja që, si që keni nisë edhe këtë projekt, që t'jeni të qëndrueshëm të vazhdoni në të, por do të këshilloj, ndoshta nëpërmjet ju shumë këshilloj veten, dhe po i hynim punë ai tjetri, që gjithë qasjuni me besim. Qasjuni me besim dhe jo me konkluzion. A nuk e ke parë çfarë goditje t'jep kjo robria e suksesit, robria dhe jo shija, ti nuk e shijon hap pas hap. E rrugës. Ti nuk e shijon për atë. Vetëm objektivi atje. Ajo të mba peng dhe ti je, ore kjo bisedë si do dale, a u prezantu mirë. Më kupton? Pra, jo sepse, ore, a thu Zoti e pëlqen, a thu, kur themi e sheh që është e pranueshme, si me thënë, apo na ka zënë der tjetër. Dhe ju uroj shumë suksese. Faleminderit, Zoti shpërblet. Faleminderit ju. Të nderuar vëllezër dhe motra, ne këtu erdhëm në pjesën e fundit të podcasti. Më shpresë që të ketë qenë dobishme dhe lut Zotin e gjithësisë na e pranojë dhe neve agjërimin. Deri në takimin tjetër, bashkërisht, selam aleikum, rahmetullahi wa barakatuh.